Qeveria e Grönlandës do të marrë pjesë në takimin e Rubios me zyrtarët danezë. Qeveria e Grönlandës do të marrë pjesë në takimin që pritet të zhvillohet javën e ardhshme me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zyrtarëve danezë në një moment tensionesh lidhur me të ardhmen e ishullit arktik. Lajmi u konfirmua nga ministre e jashtme e Grönlandës Vivian Motzfeldt. Asgjë për Grönlandën pa Grönlandën, sigurisht që do marrin pjesë në takim. Ne ishim ata që kërkuan këtë takim, deklaroi Motzfeldt për televizionin publik danez DR pas konfirmimit se Rubio do të zhvillojë një takim me përfaqësues Danimarkës. Ndërkohë Shtëpia e Bardhë bëri të ditur se presidenti Donald Trump po shqyrton me shumë kujdes me ekipin e tij mundësinë e blerjes të Grönlandës, duke refuzuar edhe një herë të përjashtojë ndonjë opsion ushtarak për t'i dhënë Washingtonit kontroll të plot mbi këtë territor autonom të Danimarkës. Ministri i jashtëm i Danimarkës, Lars Løkke Rasmussen, deklaroi të martën se takimi me kreun e diplomacisë amerikane pritet të sqarojë disa keqkuptime që kanë lindur pas deklaratave të përsëritura të Trumpit. Rasmussen ka kundërshtuar argumentin e presidentit amerikan se Kopenhaga ka neglizhuar sigurinë e Grönlandës, duke theksuar se Danimarka ka investuar fuqishëm në sigurinë arktike gjatë 12 muajt të fundit me rreth 90 miliard korona, 1.2 miliard euro. Për ministrën e jashtme të Grönlandës, bisedimet e javës së ardhshme duhet shërbejnë si një mundësi për normalizimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Kemi vendosur tashmë një dialog të drejtë për drejtë me SBA, tha ajo për gazetën grönlandeze Sermistiaq. Shpresa ime më e madhe është që ky takim të çojë në përmirësimin e marrëdhënieve tona. Grönlanda ka nevojë për Shtetet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara ka nevojë për Grönlandën, veçanërisht në aspektin e sigurisë arktike, shtoi Motzfeldt. Sipas gazetave Wall Street Journal dhe New York Times, Marco Rubio u ka thënë ligjvënësve amerikanë se opsioni i preferuar i Trumpit mbetet blerja e Grönlandës nga Danimarka, duke përjashtuar një pushtim të aftë apo të mundshëm ushtarak.